Një djalë i ri dhe një vajzë e re. Ai ishte një djalë i ri në kulmin e rinisë, në moshën 19 vjeçare. Ai ishte nga njerëzit më të bukur. Ishte ngjyrë të bardhë, flokë të mirë dhe trup të bukur. Kishte hipur pas mbi devën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa po ktheheshin nga Muzdalifeja për në Mina. Pasi i dërguari i Allahut i gjuajti gurët tek Xhemretul Akabe, shkoi tek vendi i thirrjes tek El Xhemetrul Sugra dhe tha: "Ky është vend therjeje dhe e gjithë Minaja konsiderohet vend për therje. Prandaj, therini kurbanët në vendet ku keni qëndruar." Pastaj dërguari i Allahut filloi t'u jepte përgjigje pyetjeve të njerëzve që i kishin rrethuar dhe po e pyesnin. Ndërsa ajo ishte nga fisi Hatham, një vajzë e re, e bukur dhe e pashme. Ajo erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta pyeste dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, obligimi i detyrës për kryerjen e haxhit e ka arritur baban tim në moshë shumë të thyer dhe nuk mund të qëndrojë mbi deve. A mund të bëj unë në vend të tij?" Ai tha: "Po." Fadl ibn Abasi, radiallahu anhu, që kishte hipur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e shikonte atë dhe admironte bukurinë e saj. Ajo filloi ta shikonte atë edhe i bëri përshtypje bukuria e tij. I dërguari i Allahut u kthye dhe kur e va Fadlin që po e shikonte, me dorën e tij të ndritur ja ktheu kokën në anën tjetër, dhe kur ajo vinte nga ana tjetër, i dërguari ja kthente kokën përsëri nga ana tjetër. Ibn Abasi i tha: "O djali vëllai tim, ja përdro dhe kokën djalit xhaxhait tënd." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "Pash një djalë të ri dhe një vajzë të re, dhe pata frikë se mos hynte shejtani mes tyre." Pastaj u kthe Fadlit dhe i tha: "O djali vëllai tim, kush arrin që në këtë ditë të kontrolloj dëgjimin, shikimin dhe gjuhën e tij në këtë, do t'i falen gjunahet." Le të ndalemi në disa mësime që përftojnë nga kjo ngjarje. 1. Butësia me të cilën i korrigjonte gabimet i dërguari i Allahut, i cili kur e pa Fadlin që po e shikonte, me dorën e tij të ndritur ja ktheu kokën nga ana tjetër. Kjo lëvizje, ku dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prek fytyrën e djalit të xhaxhait të tij, e korrigjon gabimin, por nga ana tjetër tregon edhe një përkujdesje prindërore plot ndjenjë që e bën këtë djalë ta ndjejë afërsinë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pozitin që gëzon tek ai. Ai mund ta bënte këtë duke u mjaftuar me një qortim, urdhër apo dhe ndonjë shikim që tregon pa kënaqësi. Por i dërguari i Allahut zgjodhi pikërisht këtë mënyrë të butë dhe të ëmbël, sepse Allahu bën të mundur që me anë të butësisë të realizohet ajo që nuk mund të realizohet me anë të ashpërsisë. 2. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e korrigjoi gabimin dhe nuk e lidhi këtë veprim me veten e tij. Kur tregoi shkakun se pse veproi ashtu, tha se kishte bërë nga frika që kishte për të dhe për vajzën se mos hynte shejtani mes tyre, dhe nuk tha: "Si mund të bëj ai një gjë të tillë duke qenë me mua, ose duke qenë unë para tij, dhe unë kisha zgjedhur atë mes të gjithë të tjerëve që të qëndronte me mua e të tjerë." Siç ndodh shpesh me shumë nga ata që kur ndodhin gabime para syve të tyre, e konsiderojnë këtë si një sfidë ndaj tyre, ose si ulje të autoritetit të depozitës. Në këtë mënyrë, ata ngatërrojnë korrigjimin e gabimit me mbrojtjen e autoritetit dhe të pozitës së tyre, duke bërë që procesi i korrigjimit komplikohet më shumë. 3. Nuk mund të shfaqet plotësisht pamja e mrekullueshme e butësisë profetike në këtë skenë nëse se shikojmë panoramën e plot. I dërguari i Allahut ishte i lodhur pasi dita ishte e 10 e muajit Dhulhixhe, që përkon me ditën e festës së Kurban Bayramit. Ai kishte bërë një udhtim të gjatë të lodhshëm, kishte qëndruar në Arafat, më pas kishte udhëtuar drejt Muzdalifes, e më pas drejt Minas, mes gjithë atij numri të madh haxhinësh, duke mbajtur përgjegjësi për mparvajtjen e një numri prej 120.000 haxhinësh. Ai ishte gjithkohës në gjendje mobilizimi total, duke dhënë udhëzime, duke edukuar, duke ftuar në rrugë të Zotit, në një gjendje që i ngjan takimit të lamtumirës.
E gjitha kjo përgjegjësi ka nevojë për shumë energji dhe të konsumon edhe psikologjikisht, duke bërë njeriu të jetë i stresuar dhe të reagojë me reagime emocionale momentale. Por me gjithë këtë ngarkesë të madhe, i dërguari i Allahut na shfaqet me këtë moral kaq të lartë dhe këtë qetësi të madhe shpirtërore dhe psikologjike në veprimet e tij. 4. Në habit. Madje në lë pa fjalë, justifikimi i mrekullueshëm i profetit sallallahu alaihi wasallam ndaj xhaxhait të tij Abbasit radhiyallahu anhu kur i tha: "O djali vëllai tim, ja përdrodhe kokën djalit të xhaxhait tënd." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i dha një përgjigje të menjëhershme, por kur e mendon, e kupton se çdo fjalë e saj është e përzgjedhur me shumë kujdes. Është një djalë të ri dhe një vajzë të re, dhe pata frikë se mos hynte shejtani mes tyre. Ky përshkrim i tyre tregon se ai kuptonte mirë dëshirat e të rinjve dhe në të njëjtën kohë është edhe një lloj shpajsimi i tyre për shkak të moshës së re dhe të mungesës së eksperiencës. Më pas e pasoj me përmendjen e frikës për të dy nga një armik i jashtëm, që është shejtani. Ky stil na kujton edhe Jusufin alayhis salam, kur atë që ndodhi mes tij dhe vëllezërve të tij e përmblodhi me fjalët: "Pasi djalli pati futur nga të rres midis meje dhe vëllezërve të mi, dhe nuk tha, pasi vëllezërit më bën mua këtë e këtë." 5. Vërim se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ndërhyri vetë për korrigjimin e gabimit të djalit të xhaxhait të tij, Fadl ibn Abbasit radhiyallahu anhu, me atë mënyrë të butë e të bukur, por nuk është përmendur në asnjë nga transmetimet e hadithit nëse e korrigjoi dhe vajzën ose nëse i foli asaj përveç përgjigjes me një po ndaj pyetjes së saj, dhe pse ajo po shikonte njësoj si Fadl ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Ai ka pyetur veten se pse nuk e bëri këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përgjigjja që të vjen në mendje është se pejgamberi e filloi disiplinimin me djalin e xhaxhait të tij Fadlin radhiyallahu anhu, sepse afërsia e tij dhe lidhjet familjare mes tyre do ta bënin që ta mirëpriste me dashamirësi këtë disiplinim të pejgamberit ndaj tij dhe nuk do të ndihej i ofenduar dhe as në siklet nga kjo. Kurse vajza e re nga fisi Hafam ishte e mahnitur nga personaliteti dhe autoriteti i pejgamberit, dhe kjo ndoshta ishte hera e parë që po e shihte dhe po i fliste atij. Nëse ai do ta fillonte disiplinimin dhe udhëzimin e saj që herën e parë, ndoshta do ta bënte të turpërohej prej tij dhe të vihej në siklet, madje mund të përlotej për shkak të ndjenjave delikate të trupit. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mjaftua me të vetëm me anë të disiplinimit indirekt, që ajo e kuptoi nëpërmjet disiplinimit direkt që ju bë djalit të xhaxhait të tij Fadlit radhiyallahu anhu, dhe përfshirjen edhe të saj në frikën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shprehu për ata të dy. Është një djalë të ri dhe një vajzë të re, dhe pata frikë se mos hynte shejtani mes tyre. Vetë pyetja që ajo i bëri pejgamberit tregon sepse ajo ishte në një nivel konceptimi dhe zgjuarësie të mjaftueshëm për të kuptuar qartë këtë mesazh të dërguar në mënyrë indirekte. Sa e bukur, e butë dhe domethënëse është mënyra e mësimit, edukimit dhe disiplinimit që bënte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. 6. Kjo skena tregon afërsinë që kishte pejgamberi me njerëzit, duke hequr të gjitha pengesat dhe perdet mes tij dhe tyre. Ai sa dhe një vajzë e re si kjo mund të dilte para tij dhe ta pyeste, gjë që tregon se në shpirtin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjendej diçka që u jepte atyre guxim, kurajo dhe vendosmëri. 7. Fakti që pejgamberi e kishte hipur Fadlin pas vetes mbi deve tregon afrimitetin dhe përkujdesin që tregonte ai për të rinjt. Një veprim i tillë bën që të shkurtohen diferencat e moshës dhe të forcohen lidhjet mes brezave. Në të njëjtën kohë, një veprim i tillë me djalin më të madh të xhaxhait të tij Abbasit radhiyallahu anhu ishte respekt dhe nderim që i bëhej vet Abbasit radhiyallahu anhu, kënaqësinë e të cilit e ndjen kur i tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "O djali vëllai tim, ja përdrodhe kokën djalit të xhaxhait tënd." Ai nuk i tha ja përdrodhe kokën djalit tim, por tha djalit të xhaxhait tënd. Me këtë ai dukej sikur po u thoshte të gjithë atyre që ishin aty: "Shikoni, ky është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, djali vëllai tim, kurse ky që ka hipur pas tij është djali im, që gëzon këtë pozitë tek ai, dhe kështu na respekton ne i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam." Kjo ishte njëra nga skenat e nderimit dhe të respektit që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tregonte për xhaxhain e tij Abbasin radhiyallahu anhu.
sepse veti dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Xhaxhai është në vendin e babait.